Ashtu si që edhe pritej, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka mbështetur atë idenë për të patur tubime, protesta, cilat do të ishin në funksion të rrëzimit të qeverisë. Dhe në fakt duket se ka patur shumë zhvillime nga ana tjetër edhe për këto ndryshime, të cilat pritet që mund të vinë brenda Partisë Demokratike. Duket se Ervin Saliani nuk e ka mbështetjen e kryetarit të kësaj force politike. Ditën e djeshme madje ka patur zëra që është konsideruar si tradhtar, kështu që ka shumë zhvillime brenda opozitës. Ne do t'i analizojmë mëngjesin e sotëm me Fatbar Kadillin, ish antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili na bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Kadilli. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Unë do doja që ta nisnim pikërisht me këtë vendim për të patur tubime, protesta, cilat duhet thënë se gjatë periudhës fundit janë komentuar shumë, nisur edhe nga momenti që Berisha vendosi të vendoste foltoren përballë kryeministrisë çdo të hënë. Mendoni se janë efektive? Sa mendoni që realisht ky plan për të bërë këto protesta masive, siç i quan edhe Berisha, mund të jenë pikërisht efektive për ta rrëzuar qeverinë? E para, protestat nuk janë një ngjarje e re për Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka lindur nga protesta dhe të vetme gjë që dita bëj gjithmonë shumë mirë është të protestoj. Dhe për këtë duhet përgëzuar se ka kontributin më të rëndësishëm në historinë e demokracisë shqiptare të protestosh. Janë efektive protestat. Për dy arsye unë nuk i shoh efektive. E para është se protestat për fat keq vazhdojnë të organizohen nga parti politike. Në fakt protestat në botë, demokraci, organizohen nga qytetarët që kanë nevojë të protestojnë. Nëse një parti vendos të protestojë, çdo parti që ka një farë mbështetje arrin të mbledhë disa njerëz përballë kryeministrisë dhe proteston. Por çfarë janë ata? Janë qytetarë apo janë antar dhe mbështetës të një partie? Pra nëse ti shkon para kryeministrisë për të duhet të bëhem unë kryeministër, ministër, duhet vi unë në pushtet, kjo qytetarin e lë distant. Qytetari e shikon atë si një ndeshje sporti, ku nuk luan as skuadra e vet. Shpeshherë na ndodh që ndjekim kampionat botror, ndeshjet për statistikë po jo për interes. E njëjta gjë është kthyer kjo lloj forme proteste qytetarëve. Statistikë. Edhe sot u mblodhën, zihemi sa numra do mbledhin, ka shumë apo ka pak. E para nuk funksionon për këtë, pra që nuk është protestë. E dyta nuk funksionon sepse qëllimi vërtet i protestës është uzurpimi i hapësirës politike. Kur ti bën protestë ke një ngjarje. Dhe mediat merren para, gjatë dhe mbas protestës. Do t'ja dalin, ja dolën si ja dolën, e vazhdimi çfarë do bëjmë më mbrapa. Pra nuk mbetet hapësirë për të bërë politik. Dhe kur them politik, një opozit nuk mjaftohet dot duke bërë vetëm protesta, nuk mjaftohet dot duke bërë vetëm denoncime. Janë të domosdoshme dhe të shëndetshme, po të parë-mjaftueshme. Një opozit do duhet i projektojë qytetarët vet besimin, shpresën, që janë alternativa për të qeverisur. Po sa është Shqipëria në kushtet për t'i ngritur qytetarët? Se me të drejtë ju thoni që nuk duhet të jetë një forcë politike që t'i ngrej, po mendoni se e kanë ende besimin shqiptarët për t'u ngritur në protest, për të kërkuar të drejtat e tyre, ndoshta jo rrëzimin e qeverisë, po për çdo çështje me cilat përballen në përditshmërinë e tyre. Si e shihni, le të themi, qasjen që ka Shqipëria në lidhje me protestat? Kjo pra që thash, një, vazhdojnë partitë politike të organizojnë protestat me militantët e tyre, dy, e bëjnë qëllimisht për të uzurpuar hapësirë publike politike. Për ta sqaruar më shumë të dytën. Dhe lidhur me pyetjen tuaj, nuk është se nuk ka protestë qytetare. 2 herë e kanë bjerë vetëm ngushtë Rama dhe besoj janë ndridhur legjet e këmbëve. Një herë me protestat e qytetarëve kundër demontimit të armëve kimike në nëntor të 2013-s dhe herën e dytë me studentët. Nuk i organizuan partitë ato protesta. Madje partitë u morën me Po, kanë qenë protesta që mbajnë mend si lëvizje qytetare, si domosdoshmëri, të vetmet protesta. Ato e tronditën qeverinë, dhe në të dy rastet qeveria u tërhoqi. Edhe pse u përpoq të politizojë nga diku nga mesi secila prej tyre. Pra këto janë protestat e vërteta që bëjnë ndryshim. Ka shumë protesta të vogla qytetarësh, fermerësh, lart e poshtë, por nuk zën hapësirë mediatike. Pse? E zën hapësirën Partia Demokratike që bën një konferencë për shtyp çdo ditë për të ndjetat gjëra, për t'i lodhur shqiptarët dhe për t'i mbajtur shqiptarët të fokusuar drita është atje, mos shikoni diku tjetër. E bën Edi Rama nga mëngjesi në darkë me Facebook, me TikTok, me ç'të mundet, me mediat patjetër, sepse prodhon lajm qeveria. Jo, lajmi vërtet është jo politik.
lajmi vërtet është, a kanë të hanë njerëzit? A kanë mundësi të bëjnë biznes? A kanë arsim të mirë? A kanë shëndetësi të mirë? Por kur e thot politika këtë, kjo kompromentohet. Njëri do thot, unë kam bërë më të mirën, tjetri do thot, ti ke bërë më të keqen. Po jap një shembull, para pak ditësh postoi një status. Shpëtim Luku, gazetari i njohur i ekonomisë dhe i vetmi që mbaj mendun që për 30 kusur vjetësh që e njoh, vazhdon të rri si gazetar ekonomie. Bëri një shkrim të vetëm të rrallë që ai shpesh nuk bën, rrallë bën për politikë. U mor me taulan ballë. E di çfarë ndodhi? 100 ca mijë lexime. Shkrimet ekonomike që i ka të shkëlqyera dhe të konfirmuara në parashikimet e veta të analizave çfarë po ndodh mirë dhe keq dhe çfarë ndodhi mirë dhe keq, i lexojnë fare pak njerëz. Pse? Sepse fokusi është tek politika. Këtu keni dhe ju media pjesën tuaj, unë përfitoj nga kjo, se sot jam në të emision, në të hapësirë që ju më jepni se jam politikan dhe po flas politik. Por mos ja kërkojmë qytetarëve pse s'ngrihen, ata dhe ngrihen, por për ne është një 30 sekond kronik, fermerët e lushnjës derdhen qumshin apo shalqin apo domaten, ata të Korçës u mërzitën me patatet. Atëherë dalim në pikën edhe në konkluzionin që shqiptarët... Salipi isha ishte dhe 1 orë ca live. Çfarë thoshte? Në i gjë të re? Asgjë. Pra dalim në pikën zoti Kadilli që ka shumë arsye për të ngritur, por rëndësi ka se kush ndoshta është iniciatori, pra duhet dali nga populli për popullin. Në rastin konkret, nëse i referohemi shumë thirrje të Partisë Demokratike, kujtojmë këtu mosbindjen civile të famshme që u bë thirrje dikur dhe e cila ishte një dështim në vetvete. Pra duket sikur opozita, por konkretisht ndoshta Partia Demokratike ka ato problemet mes vetes, të cilat nuk po i sqaron dot për të dalë në pikën pastaj edhe për të nxjerrë edhe popullin në protestë. Pra duket sikur do jetë edhe kjo në vazhdim atyre thirrjeve ndoshta pa një, le të themi, vesh që i dëgjon? Shiko, po kthehem edhe një herë ke kjo që sapo thatë, për të nxjerrur popullin në protestë. 2 herë është rrëzuar pushteti nga populli. Në 91-shin dhe në 97-ën. Në të dyja herët, populli ka prodhuar politikë, jo politika popull. Pra ju gjykoni që sado masive të jetë protestat, jenë tubimet që do të organizohen nga Partia Demokratike, qoftë edhe nëse përfshihet elektorati gri, nuk do të ketë efekt? Pra mendoni që është një lëvizje e kotë e cila nuk do të sjell atë rezultat që pritet nga opozita për të rrëzuar qeverinë edhe në kushtet e atyre që ata thonë janë skandale shumë të rënda edhe që me patjetër duhet bërë ky ndryshim? Atëherë, po e nis nga skandalet. Të japim përgjigje të pyetjes konkretisht. Populli është shumë i gëzuar dhe mbështet masivisht SPAK-un, mbi 70% rregullisht. Tani do të jetë rritur dhe më tepër, sepse po gozhdon me zëvendës kryeministrën në detyrë, po kërkon heqjen e imunitetit. Populli ka mbështetur gjithmonë, Partia Demokratike jo, sepse ka problemet e veta. Pra Partia Demokratike këtu është kundër popullit. Dhe s'ka si ta ndjek jo zona gri, po as populli demokrat. Ka një tjetër çështje. Para 1-2 javësh atë më tepër, Partia Demokratike bëri notë verbale proteste kundër Marta Kos, komisioneres për zgjerimin. Shqiptarët e dinë që Bashkimi Evropian po na përthith në brenda. Nuk kemi ne dhe qeveria jonë e zonja për të shkuar në Bashkimin Evropian, për të arritur standarde. E dinë që kjo ka jo ajo që thotë. Kemi një problem me këtë komunikim të drejt për drejt, po, zoti Kadilli edhe njëherë, sepse patëm një shkëputje, nuk e di nëse tani ju kemi qartësisht, po, besoj që është stabilizuar lidhja. Po, ndjes. Po thosha, elementi dytë, përveç reformës në drejtësi, se nuk e di ku, për shkëputje, pra, Partia Demokratike del kundër popullit, sepse populli mbështet reformën në drejtësi dhe SPAK-un, Partia Demokratike jo, e quan organizatë kriminale. Si do dali popullit protestoj? Populli pret me ngut, a ka mundësi të bëhet nesër antarësimi i Shqipërisë në BE? Partia Demokratike çon notë verbale kundër Marta Kos, sepse nuk thate që donte Partia Demokratike për zgjedhje. Por populli shqetësohet nga kjo. E di populli se janë zgjedhje. Pra ti del kundër interesit kombëtar që mundësisht ishim antarësuar vite përpara në BE. 2 çështje të cilat e ndajnë thellë Partinë Demokratike nga si parti. Dhe çdo protestë e Partisë Demokratike është protesta ime që duhet bëhem ministër, duhet bëhem deputet, duhet bëhem drejtor, tatimor, doganier etj. Në qoftë se populli më sheh në televizor, thotë, ky ka dalë të kapi zyrën. Madje njëherë protestoj poshtë ish zyrës time. Edhe shoh me nostalgji ku kam qenë kjo zyrë, do isha edhe vetë prap. Po ç'lidhje ka populli me këtë protestë? As populli demokrat nuk ka nevojë për këtë protestë. Për kjo protestë është ajo që thash edhe një herë.
për të uzurpuar skenën politike. Mos lën hapësirë që të diskutojmë çështje realisht politike që do të dëgjojë veshi shqiptarit. Cilat janë ekonomia, arsimi, shëndetësia, mirëqenia në përgjithësi, mundësitë për punë dhe mbi të gjitha, një shtet i drejtë. Shqiptarët gjithmonë kanë qenë të varfër, vazhdojnë të jenë të varfër krahasuar me botën perëndimore. Por ajo që i mundon më shumë dhe i bën të ikin, është që shteti i tyre është i padrejtë. Edhe në gjykat, edhe kur bëjnë biznes, edhe kur marrin shërbime, arsim, shëndetësi e tjera. Kush i garanton një shtet të drejtë, ai ka për të fituar në Shqipëri. Por ne nuk debatojmë më mbi shtetin e të drejtës dhe mbi të drejtat që fitojnë shqiptarët nga shteti. Ne debatojmë ky i korruptuar, ai i korruptuar. Po të njëjtat akuza që dera Spakut është edhe Berisha, edhe Ilir Meta brenda, edhe Erion Velia dhe zonja Balluku. Por popullin të janë gjithë një lloj. Këta kanë gjithë një problem. Populli nuk e zgjidh dot korrupsion. Spaku po e zgjidh. Në mënyrë jakobine, në kundërshtim dhe me caparime të drejtës në demokraci, por në të situatë të jashtëzakonshme, kur korrupsioni, krimi organizuar, janë bërnjësh, kanë kapluar interesat ekonomike, politike, shoqërore të çdo lloji në Shqipëri, populli sheh me shpresë në Spakun. Prandaj nuk ka protest të partisë kundër partisë. Nuk ka protest të qytetarit. Dhe partia nuk e thret dot qytetarin sa kohë është në kundërshtim me interesat e qytetarit e para në raport me korrupsionin dhe drejtësinë, e dyta, integrimin evropian. Pjesën e tretë, atë që i do të përkiste krijimit një profili të ri politik, Partia Demokratike nuk lejon, e ka uzurpuar, shihni krizën e brendshme. Por ju është një krizë e brendshme që po ndodh pra me një reagim le themi të Salianit, i cili thotë që është e nevojshme, domosdoshme madje që të bëhet ky ndryshim, pse jo edhe largimi i Berishës, se në fakt edhe pse artikulojnë vazhdimisht që nuk janë kundër Berishës, po pro ngritje së Partisë Demokratike, duket sikur është një krizë mes vetes, apo jo? Si po e shihni këto lëvizje që po ndodhin, këto deklarata të cilat po bëhen në distancë, madje ajo që ndodhi dje duke e konsideruar mbledhjen e Salianit në Elbasan të organizuar nga bandat kriminale, ishte shumë e rëndë, apo jo? Pra, ajo që ju sapo thatë është pjesa më e rëndë dhe më qesharake. Para 2-3 vjetësh ishte Gazmend Bardhi që akuzonte 4 vjetësh Flamurnokën që i njëjti person po detyronte demokratët në favor të Berishës. Tani Berisha dhe Flamurnoka akuzojnë dikë tjetër se i njëjti person po i ngre ata kundër vetes tyre. Problemi është që ne po tregojmë jo serioz. Dhe kjo vjen nga fakti që Partia Demokratike nuk pranon të reflektojë leadershipi i Partisë Demokratike, dhe nuk kanë parasysh vetëm Berishën. Edhe Saliani aty ka qenë pjesë atyre që dinin me hum kundër njëri tjetrit. Ka qenë pjesë atyre që i ka shërbyer kryetarëve kundër çdo zëri ndryshe. Problemi është jo Saliani apo dikush tjetër. Problemi është pse reagojmë në Partinë Demokratike kur humbasim funksione dhe nuk kemi asnjë shans për të qenë pranë pushtetit. Pse goditja bëhet ndaj Flamurnokës dhe jo Sali Berishës, i cili është përgjegjësi kryesor, se Flamurnoka nuk ekziston. Flamurnoka është thjesht një emër që plotëson kriteret e shërbimit absolut, pa kushte, pa pikpyetje, pas një shqetësim, pas një dilemë. Zoti Kadill, më jepni një përshtypje edhe për reagimet e forcave të tjera politike para se ta mbyllim. Flas këtu për Lapajin, i cili ka zgjedhur formën e tij për të reaguar, Agron Shea, i cili po ashtu ka kërkuar që të ketë protest në formën e tij. Si po ju duken këto lëvizje, apo dhe Arlind Qori duke mos e harruar? E keqja nuk zvogllohet duke u prerë, është si trupi i krimit, pritet prap krim ngelet. E keqja të gjitha këtyre partive dhe gjithë këtyre individëve që përmendim, është që po kopjojnë Sali Berishën. Sali Berisha bën uzurpimin e polisit, e politikës e qytetit, dhe këta shohin që kjo të jep rezultat. Atëherë përgjithësin që Lapaj, Qori mundohet ta bëjë dhe Shea. Pse? Janë të gjitha partitë e individëve. Ne nuk e u dimë dhe emrin ndonjëherë se cila parti është njëri apo tjetri. Po të thoshit emrin, unë do hutohesha për cilin e ka nga këta 3-4 veta. Nuk bëhet politika duke tentuar të uzurposh hapësirë politike, të shërben si mundësi, por nëse ti nuk prodhon dot një profil politik të besueshëm për qytetarit, po nuk i the shqiptarëve atë që do të dëgjojë veshi i tyre, protestos sa të duash, rivalizos sa të duash mes vetes, se ky është rivalitet mes vetes. Njëri e bën një qoshe, njëri një qoshe tjetër, njëri një qoshe tjetër. Qartë, faleminderit shumë.
Faleminderit për këto komente që përcohet live në mëngjes. Faleminderit, zoti Kadil. Kënaqësi vërtet.